është nxamja ose bllokimi I palestrave nga Komisioni Zgjedhor, kushtet të cilat ofrojnë palestrat tona tjera, të cilat janë në dispozicion në rrethinën e tyre, është e pamundur të zhvillohen ndeshje ndërkombëtare. Partitë politike fatkeqësisht I përdorin objekte sportive për fushata zgjedhore, po në të njëjtën kohë dhe nga KQZ që disa nga palestrat sportive janë të rezervuar si qendra numrimi. Pak shqetësuese për shkak që klubet nuk është që kemi zgjidhje ose ka zgjidhje shumë të mëdha ose palestra të cilat I plotësojnë edhe standardet për zhvilluar ndeshje, sidomos ndërkombëtare, se mos zhvillimi I ndeshjeve ka shumë pasoja. Përtej rezultatit sportiv ka edhe pasoja të ndëshkimeve të cilat janë të rregulluara me aktet e federatave ndërkombëtare. Problemi kryesor që ka ndodhur tash është nxamja ose bllokimi I palestrave nga Komisioni Zgjedhor, palestrat kryesore të cilat janë në qendrat në Gjakov, Bej, Rahovec, Prizren nuk jam në dijeni nëse janë të bllokuara, por në këto qendra të cilat vetë se kanë ardhur ankesat e para dhe ndeshjet e lajmëruara për të zhvilluar me 4 dhe 5 tetor, të shikojnë mundësinë për me bë ndryshime. Por duhet të ditur se Federata Evropiane është e rrept në këto raste dhe nuk mund të kalojnë pa pasoja dhe kushtet të cilat ofrojnë palestrat tona tjera, të cilat janë në dispozicion në rrethinën e tyre, është e pamundur të zhvillohen ndeshje ndërkombëtare pasi që nuk I plotësojnë kushtet elementare. Po është e vërtetë, domethënë realisht këto po na shkaktojnë probleme mjaft mëdha qoftë në përgatitjen e ekipeve sportive, pasi që jemi në kontakt vazhdueshëm me ekipe dhe I dim brengat e tyre që partitë politike fatkeqësisht I përdorin objekte sportive për fushata zgjedhore, po në të njëjtën kohë dhe nga KQZ-ja të cilat tashmë kemi informacione prej klubeve që disa nga palestrat sportive janë të rezervuar si qendra numrimi e kështu me radhë. Rasti më konkret është ku klubi I voleybollit Drita nga Gjilani është organizatore e Kupës Ballkanike dhe ka rezervuar palestrën në Kamenic, ndërsa pikërisht kjo qendër është qendër e numrimit dhe nga data 1 tetor do të jetë zënë për aktivitete sportive. Kemi marrë shkëlqy zyrtare nga Federata e Handbollit për problematikën e cila, siç e thatë edhe ju, të ekipeve, klubeve të cilat marrin pjesë apo organizojnë ndeshje ndërkombëtare brenda vendit tonë. Të them të drejtën, pak shqetësuese për shkak që klubet nuk është që kemi zgjidhje ose ka zgjidhje shumë të mëdha ose palestra të cilat I plotësojnë edhe standardet për zhvilluar ndeshje, sidomos ndërkombëtare, por përgjegjësia menaxhimi I palestrave, siç e dimë, është menaxhimi I komunave përkatëse ku klubet janë pjesë e atyne komunave. Unë po shpresoj që edhe komunat, pasi që Federata e Handbollit është në komunikim ju ka drejtuar edhe komunave që të informojnë apo të komunikojnë edhe me KQZ-n në këtë rast, për shkak që është ndjeshmëria shumë e madhe që nëse mos zhvillimi I ndeshjeve ka shumë pasoja. Përtej rezultatit sportiv ka edhe pasoja të ndëshkimeve të cilat janë të rregulluara me aktet e federatave ndërkombëtare. Rruga jonë është që të ju drejtohemi dhe të komunikojmë me KQZ-n dhe t'ju kërkojmë që të ketë konsiderat pasi që po flasim për javën e ardhshme, 2 ndeshje, të cilat zhvillohen, dhe të kenë konsiderat që datat që cilat janë përcaktuar shumë më herët për zhvillim të aktiviteteve ndërkombëtare brenda vendit tonë, që të mos bllokohet salla dhe të shtyhet përgatitjet për zgjedhje për 2 apo 3